Myftiri i zonës Shkodër Imam Muhamet Sytari zhvilloi një vizitë kortezie në Arqipeshkvinë e Shkodrës për të uruar Monsenjor Giovanni Peragjine me rastin e emërimit në drejtimin e Kishës Katolike Shkodër Pult. Gjatë takimit, myftiu vuri theksin të rëndësia që ka përhapja mesazheve të urta të harmonisë, vëllazërisë, bashkëpunimit dhe shërbimit me devocion për besimtarët, si dhe ruajtja e ekuilibrave të bashkëjetesës në mesin tonë. Me rastin e kësaj vizite, myftiu i dorëzoi arqipeshkvit të ri Shkodër Pult Monsenjor Giovanni Peragjine edhe një mesazh urimi, ku ndër të tjera thekson se sot më shumë se kurrë jemi dëshmitar të nevojës së madhe që ka njeriu për të kthyer nga dyert e Zotit, për të gjetur qetësinë shpirtërore dhe për të shpëtuar nga humnerat ku është katandisur raca njerëzore, nëpërmjet thirrjeve që e duan njeriu larg Zotit dhe armik me vëllain e tij njeri. Arqipeshkvi i ri falenderoi myftiun e Shkodrës për këtë vizitë dhe theksoi se është në dëshirën e tij që këto takime dhe bashkëpunime ndërfetare të jenë të vazhdueshme për të përcjellur për herë më shumë frymën e harmonisë në mesin e njerëzve, për të jetuar në paqe dhe bashkëjetesë që reflekton më së miri vlerat e besimit dhe diversitetit në shoqërinë shqiptare.